dorën time përgjigja. Ju sa po thatë në fakt që për sa i takon hetimeve, thatë qeveria nuk bën hetimet i bën Spaku. Dhe ju prisni nga Spaku. Tani ka një rast tjetër, zënja ministre, për të cilën ju keni marrë nga Spaku. Keni marrë një përgjigje dhe një qëndrim shumë të fortë. Nuk e di nëse jeni ndjeni apo jo, po për herë të parë në historinë e Shqipërisë dhe besoj edhe në historinë e Europës, një zëvendës kryeministre është në hetim nga Spaku për korrupsion, me akuzë, është e pandehur. Duke patur parasysh që një nga çështjet më të rëndësishme dhe një nga kushtet më të rëndësishme që ka vendosur Bashkimi Evropian për integrimin është pikërisht lufta kundër korrupsionit. Si e shpjegoni ju në takimet tuaja, zënja ministre, faktin që zëvendës kryeministria, pavarësisht se është e pandehur, vazhdon të jetë në krye të detyrës edhe nuk është shkarkuar dhe nuk ka dhënë akoma dorëheqje. Si ja shpjegoni juve kolegëve tuaj në takimet që bëni, kur kërkoni që të shtyni përpara integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Për ata është një gjë normale që zëvendës kryeministria të vazhdojë të jetë në detyrë pavarësisht se është e pandehur nga Spaku për korrupsion? Zënja ministre, para se të jap fjalën, do ju kërkoja që të përgjigjeni pyetjeve që nuk janë komente personale, edhe opinione të deformuara. Këto opinione të deformuara që po na paraqiten këtu nuk janë për këtë komision, nuk janë për këtë bisedë, janë opinione të cilat qytetarët e dinë fort mirë pse vinë. I përgjigjemi zonës Koçeku dhe vazhdojmë me një raund tjetër. Jo, ju lutem, do t'i përgjigjem të gjitha pyetjeve. Jeni të sigurt për këtë? S'ka kushtjet i prekur këtu, por si duket ju keni ardhur për komente, jo për pyetje, gjithsesi, dakord. Pyetja e parë e zonjës Koçeku që unë e konsideroj super të rëndësishme, sepse në qoftë se ka diçka që unë si e jashtme, jo si ministre për Evropën dhe punët e jashtme, si një ish studente në Kanada, në Amerikë, e kthyer në Shqipëri, kam ndjer edhe para kthimit e në kthim, ka qenë mbyllja e dyerve. Jo vetëm diplomaci, po sidomos në diplomaci, e në pozicione të tjera ku të rinjt të studiuar jashtë apo këtu nuk ka rëndësi, talentuar, aktiv, e kanë gjetur veten përgjithsisht jashtë strukturave të mirë ndërtuara, nepotike, partijake, klanore, në daçi e tjerë e tjerë. Këtë ndjeshmëri e kam shumë të lartë dhe projekt ligji i ri për shërbimin e jashtëm, që nuk është merite imja, edhe pse po rishikohen gjërat vogla, por është punuar nga struktura e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, nga Ministri Paraardhës, por është edhe një përpjekje vijimësisht për ta hapur, për ta modernizuar dhe për ta bërë më të qasshme Ministrinë e Jashtme dhe Diplomacinë ndaj talenteve, ndaj studentëve, ndaj njerëzve pa mundësi e tjerë. Bën pikërisht këtë, tenton të hap më shumë dyer për të rinj, të mirë shkolluar, që e duan këtë vend me vedije të lartë, kombëtare dhe patriotike, që mund të afrohen në strukturat e Ministrisë Jashtme dhe në diplomacinë tonë. Kjo është vendimtare, sidomos në këtë fazë. Dhe sidomos ku jemi, ku ka nevojë, jo vetëm në Bruksel, po kudo në përfaqësitë tona diplomatike, që ne të kemi njerëz që nëse kanë punuar 10 vite në një organizatë ndërkombëtare dhe kanë shkëlqyer, nuk ka asnjë arsye pse ata njerëz nuk duhet edhe nuk mund përfshihen në diplomacinë shqiptare. Nuk ka arsye pse atyre të mbyllen dyert e aty të jenë, nuk e di, lidhjet e këtij apo të atij apo vajzat e djemt e njërit apo tjetrit. Nuk e di apo tregohem ndoshta shumë e troçt, por besoj është një realitet që ka funksionuar.
dhe ka keq funksionuar në diplomacinë shqiptare dhe në administratë. Kështu unë besoj që projekt ligji i ri, të cilin ju do keni rast të diskutoni këtu, e bën të mundur këtë përfshirjen e sa më shumë trimëve dhe sigurisht edhe politika e rritjes pagave pastaj është një incentivues, është një stimul për trinjt që sigurisht edhe pagën e kanë të rëndësishme se me atë dorojnë. Unë besoj fort te kjo politik dhe do bëjmë gjithçka të mundemi që si ata të rinj që vinë edhe bëjnë stazhin pranë Ministrisë për Europën e Punëve të Jashtme, ashtu dhe ata që duan të përfshihen në diplomacinë shqiptare përmes ligjit të ri, të mund ta bëjnë këtë. Sa i takon pyetjes së zotit, komentit të zotit Shea, komentit dhe pyetjes zotit Shea, ju nuk do na gjeni ne në asnjë rast dhe për asnjë arsye të sulmojmë prokuror apo gjykatës, të komentojmë mbi hetime të posaçme apo të komentojmë mbi çështje të drejtësisë. Kjo është një gjë që na ka ndarë që kur kemi ndërmarr reformën në drejtësi, që kur kemi vendosur që pushteti politik duhet i heq kthetrat nga pushteti i drejtësisë dhe kur kemi marrë vendimin historik si shumicë për ta luftuar pandëshkueshmërinë kudo ku ajo shfaqet, në të gjitha nivelet. Dhe sot mund themi me plot gojen që në Shqipëri nuk ka të paprekshëm. Nuk ka. Atë nuk e përcaktoni ju. Dakor? Jo, nuk e përcaktoni ju. Në Shqipëri nuk ka të paprekshëm. Dhe ky është ndryshimi i madh mes nesh dhe një politike të vjetër që nuk kupton akoma ku e ka vendin, ku vazhdon që me akuza penale në drejtim të tyre apo në drejtim të kundërshtarëve të vazhdojë të bëjë ende politikën e ditës. Ne nuk e bëjmë këtë, secili mban përgjegjësi përpara ligjit dhe të gjithë mbajnë përgjegjësi në fund para fytyrës vet dhe përpara elektoratit. Faleminderit. Faleminderit ministra, do vazhdojmë me zonën Spahiu. Zonja Spahiu, të lutem, fjala për ju. Faleminderit kryetar. E nderuar zonja ministre, ju falenderojmë për gjithë prezencën dhe paraqitjen tuaj, materialet që na keni sjellë për këtë buxhet. Besoj që ky 2 vjeçar është shumë intensiv për agjendën tuaj, por jo vetëm tuajën, edhe për Parlamentin shqiptar dhe për çdo deputet që ka fatin e madh që të jetë pjesë e këtij sesioni parlamentar. Ne kemi patur instancë dëgjimore me shumë të rëndësishme, do të thoja, me Agjencinë Kombëtare të Diasporës dhe patëm një bashkëbisedim të vlefshëm, do të thojë, për gjithë deputetët në lidhje me aktivitetet e shumta që zhvillon Agjencia Kombëtare e Diasporës. Pyetja ime në fakt është shumë konkrete, shumë gjëra që janë bërë dhe që padyshim do të bëhen, nuk ndahet informacioni, do të thoja, dhe është një informacion që është i vlefshëm për të gjithë ne, edhe për të krijuar në lidhjet tona. Ne në këto zgjedhjet e fundit padyshim që patëm një kontakt shumë më të madh me diasporën dhe aty arritëm të kuptojmë se sa e domosdoshme është që kjo agjenci të ketë një aktivitet ashtu siç thatë ju dhe një ligj më vete, sepse aktivitetet dhe komunikimet ishin të pafundme. Kolegët tanë përmendën aktivitete ekonomike dhe unë di që një nga objektivat tuaj është edhe dyfishimi i investimeve tuaja direkte dhe rritja e eksporteve me mbi 10% mesatarisht në vit përmes diplomacisë ekonomike. Si mendoni ju, si do ta realizojmë këtë objektiv që ka Ministria e Jashtme? Dhe pyetja tjetër është 2027 padyshim do të jetë viti i samitit NATO-s në Shqipëri. A jemi të përgatitur për këtë samit, për kryerjen e këtij samiti në Shqipëri? Faleminderit. Faleminderit zonja Spahiu. Për saktësim, kjo dëgjesa me Agjencinë e Diasporës është bërë te Komisioni i Përgjegjës për Diasporën, apo jo? Zonja Zaka dhe pastaj zoti Sheh. Faleminderit zoti kryetar. Zonja ministre, shumë faleminderit për prezencën tuaj dhe prezantimin e projekt buxhetit. Në fakt, më vjen shumë mirë që të shoh në projekt buxhetin e vitit 2026 një vëmendje të shtuar për rinin. Pyetja që unë kisha në fakt nuk lidhet me këtë, me qenë se e ceku Mariana dhe mora përgjigjen, por do doja të dija si po operohet me diplomatët tanë në zonat e rrezikut dhe a do të ketë një vëmendje të shtuar për gjatë vitit 2026. Faleminderit.
Edhe zoti Sheaj, edhe një herë të lutem. Faleminderit zoti kryetar. Tani ju sapo thatë që në fakt opozita kërkon të bëj politik me akuzat për korrupsion. Në fakt, zonja ministre, ju nuk e mohoni dot që korrupsioni është një çështje politike. Është një çështje politike sepse, zonja ministre, ato parat që spaku thot që vidhen nga buxheti i shtetit, janë para që po mos të vidheshin, mund të shkonin për ilaçe, zonja ministre. Mund të shkonin për arsimin, zonja ministre. Po mund të shkonin në favor të qytetarëve shqiptarë. Dhe kjo është një çështje politike. Përveç saj, është çështje politike po ashtu, sepse me parat që ju vidhni, zonja ministre, pastaj fitoni zgjedhjet. Para si zonja ministre, çfarë jeni? Nuk jeni zonja ministre? Me ato parashtesa. Me cilat? Cilat paracaktime? Unë nuk të thash atëherë, dëgjoj. Më fal, ju s'më dëgjuat me sa duket. Zonja ministre, ju nuk e mohoni dot që spaku akuzon zëvendës kryeministrin që ka vjedhur. Ky është fakt. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen juve? Dakor? Ky është fakt. Sepse, zonja ministre, kur ju kishit duart në para, spaku nuk ekzistonte. Se po të ekzistonte spaku dhe në atë kohë, do fliste ndryshe spaku, edhe për ju. Kështu që mos na bëni tani sigur kemi një ndjeshmëri shumë të madhe, sepse flasim për të tjerë dhe s'flasim për ju. Unë përmenda faktet. Jo, janë fakte, zonja ministre. Janë fakte, sepse ju përmendët të rinj, zonja ministre, për të cilët flisni ju. Të rinj për të cilët flisni ju, edhe ju ishit të reg një rinj kohë, zonja ministre. E s'kishit asnjë gjë. Si gjithë ne të tjerët. E filluam nga iqi, dhe kur flasim për të rinj, zonja ministre, që mundohen, që ikin nga Shqipëria dhe shkojnë jashtë, duke punuar, duke studiuar, duke bërë dhe 2 punë. E dini mirë apo jo, se keni bërë të rrugtim. Dhe pastaj përplasen dhe shohin që vetmja mënyrë për të bërë përpara është nëpërmjet vjedhjes, nëpërmjet korrupsionit. Kjo është pengesa e madhe për ata. Kjo është arsyeja pse nuk kthehen ata, zonja ministre. Dhe i lëm këto tani takime diasporën, këtu flasim gjithë për diasporën. Keni ndonjë përgjegjësi ju këtu brenda që keni shtuar të diasporë vit pas viti apo s'keni asnjë përgjegjësi ju këtu? Keni përgjegjësi? Ju nuk keni asnjë përgjegjësi. I keni kërkuar ndonjë ndjesë atyre kur i takoni? Na falni që u dërguam? Dhe flisi tani sa mirë i kapni. Zoti Sheaj, ose fol normal. Tani, ose e mbyllim. Pyetja zonja ministre, është kjo. Pyetja është kjo, zonja ministre. Dhe shumë e thjeshtë. Ju flisni tani se kaluam nga diplomacia ekonomike, diplomacia mjekësore, tani ne pas kemi për të dhënë, ne japim në fakt, se ikim për ditë. Por flasim për diplomacinë ekonomike. Pyetja është, nuk e di nëse jeni ndjeni, po para disa ditësh Bexhet Pacolli që ka fituar tenderin e aeroportit Vlorës, shkoti Taulanti i bën vit për të qeshur se korrupsioni tani është bërë. Hajde qeshim. Lutem se do të ndërpres fjalën, po morë me njerëzit. Hajde qeshim. Zoti She. Tani zonja ministre, zonja ministre, ndërpres fjalën. Para disa ditësh, doli Bexhet Pacolli, shpirtin ja merrni ju qytetarëve shqiptar, Tauland. Shpirtin ja merrni ju, Tauland, mos fol për shpirt. Për ditë, duke i vjedhur. Mos fol për shpirt. Po ta ndërpres fjalën, për procedurë, se ike vendosni rregull, jo, për procedurë, për procedurë, zoti kryetar, për procedurë. Jo, kur thyen normat, jo, ti o do mësosh të sillesh ti o do mësosh të sillesh, po do të mësoj unë ty do të mësoj mirë që ty do të vinë mend. Tani, filloj. Tani zoti kryetar, ka një deputet që i bërtet çdo deputeti, i bërtet ministrit, i bërtet ti je një zoti kryetar 5 minuta pushim nëse mund të kemi. 5 minuta pushim.